Avokati i Jakub Krasniqit, Aidan Ellis, në ditën e fundit të gjyqit në Hag, tha se provat tregojnë se klienti i tij duhet shpallur i pafajshëm. Ai kritikoi prokurorinë për ndryshimin e qëndrimeve, duke përdorur faktin se të akuzuarit ishin pjesëtar të shtabit të përgjithshëm për të mbështetur fajësimin, edhe pse vetë kryeprokurorja kishte thënë më parë se kjo nuk mjafton. Ndërkohë që po përpiqej që të përfshinte ose t'i referoj kontributit të zotit Krasniqi për NKP-n e pretenduar, prokuroria parashtroi të hënën që Jakub Krasniqi ishte pjesë e shtabit përgjithshëm, që të gjithë akuzuarit ishin pjesë e shtabit përgjithshëm, që ata zgjodhen të vazhdonin të ishin pjesë e shtabit përgjithshëm gjatë kohës kur krimet e pretenduara në akt akuzë kanë vijuar që të realizohen. Pra, pavarësisht kësaj, prokuroria thotë që nuk është e nevojshme që të ngarkohet përgjegjësi personale secilës prej të akuzuarve. Ky është parashtrimi i të hënës. Megjithatë, besoj që të gjithë e mbani mend që në hapje në argumentet përmbyllëse të prokurorisë, prokuroria e përgjithshme nuk mund të kishte qenë më e qartë se sa kaq. Ajo parashtroi që nuk kërkohet vendim fajësimi dhe dënim vetëm mbi bazën e të qenit antar i shtabit përgjithshëm ose UÇK-s. Por, kjo nuk përkon me atë çfarë parashtroi prokuroria së fundmi, sipas të cilës vetëm fakti që ishe antar i shtabit përgjithshëm ose që zgjodhe që të vazhdosh të jesh antar i shtabit përgjithshëm është përcaktuese për përgjegjësinë individuale. Besoj që trupi gjykues e di që mund të ketë arsye të ndryshme sepse dikush mund të ketë përzgjedhur që të vazhdojë të qëndrojë në shtabin e përgjithshëm, kur forcat serba vazhdonin që të kryenin krime ndaj popullatës civile. I gjithë thelbi i përgjegjësisë personale është që kontributi i secilit prej të akuzuarve duhet të identifikohet individualisht për secilin prej tyre, sepse nëse mjafton që të mbështetesh tek antarësimi në shtabin e përgjithshëm ose çfarë ka bërë shtabi i përgjithshëm, atëherë në thelb i takon që çështja është kundër shtabit të përgjithshëm, jo kundër të akuzuarve individualisht. Të hënën, prokuroria ju kërkoi që të vlerësoni tërësinë e provave. Ne jemi plotësisht dakord me këtë. Ne e dim që ju nderuar gjykatës ta bëni këtë gjë, por ne jemi besim plot që kur të zbatoni, kur bëni këtë vlerësim, kur të shikoni dokumentet, të marrni së bashku me dëshmitë e dëshmitarëve dhe kur të zbatoni me rigorozitet parimin e barës së provës, ju do të pajtoni me argumente të parashtruara prej nes dhe kjo do të çojë në shpalljen të pafajshëm të Jakub Krasniqit për jush. Ellis theksoi se për çdo kontribut në ndërmarrje e përbashkët kriminale, përgjegjësia duhet të identifikohet individualisht, përndryshe rasti shndërrohet në një akuzë ndaj shtabit të përgjithshëm në tërësi dhe jo ndaj 4 të akuzuarve.